Imam Maliku rahimehullah ka qenë një dietar i madh, dhe dietarët e asaj kohe kanë thënë se nuk lejohet askush që të jep fetva përderisa është gjallë Imam Maliku. Në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vdiq një grua, dhe të afërmit e saj e morën një grua që ta lajnë xhenazën, ta lajnë dhe ta pastrojnë kufon. Dhe derisa po e lante xhenazën, ajo i tha: salavire e madhe ke qenë. Tani do ta shohësh te Allahu Dhul Xhelal se çfarë ke për të pësuar. Pasi që e tha këtë fjalë të pahishme, në atë moment dora e saj që e fërkonte trupin e pajet të gruas i u ngjit sipër saj. Ajo tentoi disa herë që ta hiqte dorën e saj, por gjithçka ishte e kotë. Dora e saj nuk tërhiqej. Njerëzit qëndronin pas dere duke pritur përfundimin e larjes së xhenazës. Por kur filloi të kaloj ora, njerëzit kujtuan se gruaja kishte vdekur brenda. Kur u futën njerëzit për të parë se çfarë ka ndodhur, ata mbetën të hapitur. E panë që dora e gruas ishte e ngjitur sipër trupit të xhenazës. Pastaj ata provuan që ta shkëpusin, mirë po gjithçka ishte e kotë. Dhe shkuan t'i pyesnin dietarët se si të vepronin, mirë po ata nuk i dhan asnjë përgjigje. Por një moment njëri prej tyre tha: le të shkojmë një herë tek Imam Maliku, se ndoshta na jep ndonjë përgjigje rreth kësaj çështje. Ata shkuan tek Imam Maliku dhe ia drejtuan pyetjen që kishin dhe i than: o Imam, kështu është çështja, çfarë të bëjmë? Imam Maliku, Allahu e mëshiroft, ju tha: pyetni një herë atë grua se çfarë po mendonte ajo kur po e pastronte atë xhenazë. Dhe me këtë pyetje njerëzit shkuan te gruaja dhe e pyetën se çfarë po mendonte ajo kur po e lante xhenazën. Ajo i tha: duke e larë xhenazën, i thash salavire e madhe ke qenë. Pastaj njerëzit i than: a e ke parë se kjo grua ka qenë lavire e madhe? Ajo i tha: jo. Pastaj këta njerëz shkuan tek imami dhe ja treguan se çfarë kishte thënë kjo gruaja. Imam Maliku ju tha: shkoni dhe goditeni atë grua me 80 shkopi, sepse me të vërtet ajo ka shpifur. Dhe njerëzit filluan ta godasin me shkopi. Pastaj kur filluan ta godasin me shkopi dhe arritën tek 79 dhe 80, gruas ju lirua dora. Pra, të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, keni kujdes nga shpifja, sepse shpifja është një mëkat i rëndë.